E pra ja ku po takohemi sërish së bashku. Dua një herë t'ju them që gëzuar tani me shumë pozitivitet, me shumë energji të mirë, me shumë dashuri. Jemi në këtë dhomë kaq të bukur. Besoj që u pëlqen ambienti, ja? Unë uroj që edhe ju ta keni bërë një ambient të tillë. Sonte do të ndahemi në disa rubrika. Do të thënë jemi të ndarë në rubrika, nuk është se vim me një rubrik, nuk është se do të jemi me një tematik. Në fakt, kemi përzgjedhur të flasim për tema të ndryshme, për ngjarje që kështu interesante. Tani unë këtu po pres të bëhet ora 12. Edhe derisa të bëhet ora 12, të bëjmë një çik muhabet, të shohim çfarë po bëhet nëpër dhomë, të shohim çfarë po bëhet nëpër botë. Këtu tani te dhoma ime, unë këtë vit vendosa që ta kem kështu dekorin, siç e shikoni ju. Do me thënë tek zjarri të vë një dekor të bukur, të vë një pish nga mbrapa, do me thënë të dekoruar tepër, më pas të vë dhe dekore interesante në përmure, por jo të gjithë e kanë fatin tim. Or le të themi, po ne kemi thënë që Tirana nuk është dekoruar mirë, ka patur shumë mbetje, nuk ka qenë pisha e bukur e dekorit, do me thënë pisha e Krishtlindjeve, pisha e vitit ri, s'ka qenë interesante, i kanë marrë lekët të politikanët, i kanë futur në xhep, s'kanë dekoruar gjë, kemi thënë ne, do me thënë bindja jon ka qenë. Po t'ikësh në Francë, thuaj ti, po t'ikësh në Paris, po t'ikësh në New York, po t'ikësh në Washington, po t'ikësh në Kinë, ore dekore që të le mendja. Thonim ne, s'na shkon të kafejat e poshtë. Lëre ti se unë kam parë dhe filxhanin. Thash shoh thash për botë çapo bëhet. Ka thash dekore në për botë më të mira se ne apo jo? Dhe me që thoni ju, dola një xhiro unë. Thash hajt po dal një xhiro. Një të dalur një xhiro në për botë unë, të shoh. Më ka ikur mendja fare. Tani bota që ka lek të modh, ne të shkretët fukaraje na. Qa kemi ne të shkretët? Penzione, hama, sa për të nxjerr bukën e gojës. Rrogat më i kemi. Kot fare. Mendosha ta bëj gjelin e detit këtë vitun? Apo mos e bëj fare? Thoja me veten. Po qa ta marrë gjelin e detit? I ka të shitoria unë? Qa të shoh gjeli detit? I 100 euro, i 100.000 lek. Qa thuare? Ta të një thoja unë, ta gjelin e detit dhe më pas të kruaj dhëmbët, apo të kem lekët edhe t'jetoj si zotni. Iku gjeli i detit. Po dhe kjo Arbana, si t'kaloj qik nga ne me këtë gjelin e detit me thënë drejtën. E qon vit për vit, po dile dhe nga net ne japësh një gjel deti. Po kur dola në përbotun, të shoh dekoret, mendoni ju që unë ndjeva super milioner? Do të thoni pse? Dekori im që kam unë këtu në shtëpia ime që shikoni ju. Ore, ti shkoj këshu, nga mbrapa i dekori tjetër kësaj. Ta pisha shkishin ato, që ku i kishin gjetë ato pishat shkretët. Flasim për këtë botën që ne mendojmë, se më thonin mua, po dole në përbot, do çuditesh. Shqipëria është lezet, Ballkani është lezet, kënaqësi e madhe. Hajt një herë të hedhim një sym me ca fotografia që unë kam sjellur pranë jush, shikni çka kanë bërë në botën e jashtme. Çfarë pishash? Shikoni fotografinë e parë. Tani këtu nuk e di se ç'a dekori ka, me thënë drejtën, se mendoj unë që ati ka ikur dora që e ka bërë këtë dekorin. Do me thënë kjo është një vend të botës, krahasuar me pishën tonë. Mendoj që i ka ikur dora. Shkoj me pishën e dytë. Do me thënë kjo lisi gjatë. Një dekor që nuk mund t'i thuash dekor, është kot. Dhe kjo ndodhet për shembull në Japoni. Tani taj vendi që kishte shumë lek, krahasuar me dekorin ton, imagjino sa lek ne investojmë për dekore. Shkoj me fotografinë e tretë. Nuk e di e vetë çka ka bë. Se si e ka bërë këtë pishën se di unë, po që i ka ikur i çik nga konstrukti kjo pisha, i ka ikur.
Po më duket në fakt pishë shumë interesante, më duket pishë shumë pozitive. Por që kjo është nga ato pisha që të çon të mendosh çka ka dashur thot autori këtu. Çka ka dashur në fakt të shprehë autori me këtë pishën. Por gjithsesi, kemi dhe një dekor interesant tjetër. Ma jepi çik dekorin tjetër. Ja, ky ma heq mua petullën fare. Po ngrije të shkretë, ngrije. Kur e vë, nuk vet kështu. Ngrije çik sipër, të vije drejt ajo, të duket pish. Nuk e di në fakt se si është thyer kjo kështu, po në qoftë se kjo pisha është dizajni, atëherë Allah i qoftë atij njeriu, atij kryetarit të kësaj bashkie që e ka bërë këtë dizajnin, se qen ka super intelektual. Domethënë, pishën e kemi të rënë, besoj që vitin 2027 kryetari do ta ngre pishën, sepse e ka të rënë, dhe mendoj që pisha e ngritur është pak më pozitive, sepse kjo e rëna kështu si gjyna për Zotin, si pish kështu të vjen keq. Se ne jemi kështu njerëz që fusim mundet e tjetri, për shembull, pse e ka pishën të rënë? Interesante. Kjo është në përbot, në atë botën që ne mendojmë. Hajt lutem fotografinë tjetër. Tani kjo është shkreta këtu, o si ka ndalë këti lekët, o si ka dalë ndriçimi, ose ka pas punë tjetri, edhe e ka lënë me kaq. Do me thënë është pish edhe kjo në një zonë, në një qytet, në botën e jashtme, investime tek njerëzit e pasur. Tani, kur njerëzit e pasur investojnë kaq, në këtë botën që punohet, në këtë botën që është pozitive, në këtë botën që është me energji të mirë. Ore, kaq të pasur jemi me lek ne, që bëjmë për shembull ja unë që kam vënë këtë pishën këtu pas që më ka kushtuar, le të themi tek 1000 euro. Ka kushtuar mua kjo me gjithë investimin. Edhe më në fund qajmi ne. Themi s'kemi. Ndërsa bota shive qa bën. Këto ishin pishat për mua më të bukura në botë. Unë i quaj më të bukura, si mos e pak si e thyme. Ma kthej çikshat pishën me thyme se ishte e lezetshme ajo. Pak si e lakuare. Ja, kjo pisha, kjo ka lezet. Ka lezet. Nga që nuk e di, ka një pamje që më jep shumë energji të mirë. Mos vallë ka dashur të bën kryetari atë kapuçin e Babadimrit, që është i thyer. Diçka ka dashur shprehën ai, po nuk e di gjithsesi është një dekor shumë i bukur. Këto ishin pishat më të dekoruara interesante në përbot, që do me thënë nuk ua kanë varë fare. Nuk kanë investuar në këto gjëra. Kështu që të nderuar qytetar të dashur të Tiranës, investimi në Tiranë krahasuar me investimin tjetër në botë, apo në Shkup, apo në Prishtinë, është një investim dinjitos, që do me thënë kryetari i bashkisë ja ka kushtuar komplet muajin dhjetor festave dhe ka dekoruar jashtëzakonisht bukur. Për shembull, në Shkup e ka bërë me balkon, i ka bërë Babadimrat në balkon, i ka dhënë një ambient shumë interesant. Në Tiranë ka bërë dekore o zoti madh, që kushtojnë miliona euro dhe po të futesh te fatura, do të thonë kushton 3 miliona euro. Në Prishtinë ka bërë gjitha të dekor. Kështu që le të jetojmë, le të festojmë, le të gëzojmë, se në fund të ditës një jetë kemi, si me lek, si pa lek, në një ditë do t'ikim, kështu që le të ikim të lumtur. Le të shkojmë pak me xhinglën dhe takohemi në rubrikën e radhës. Rubrika e radhës është kapni barkun, mbani me duar, po hani pak gjeldeti, sepse tani ndoshta do ta nxirrni. Takohemi.